këtë edicion do të ndiqni. Numrat e të infektuarve me COVID-19 në komunën e Gjakovës gjatë ditëve të fundit kanë shënuar një rënje të lehtë. Hilmi Shala, drejtori i Spitalit Isa Grezda, thekson se edhe të hospitalizuar ka më pak këto ditë. Duke marrë parasysh masat që ka ndërmarrë Qeveria e Republikës së Kosovës, kërkohet që të gjobiten të gjithë ata që nuk i respektojnë masat. E deri më tani inspektorët e Gjakovës kanë shqiptuar vetëm një gjobë. Se çfarë ndikimi kanë pasur rreshtet e fundit në sektorin e bujqësisë, ne kemi marrë një mendim nga specialistja e kësaj fushe, Jetmira Glogjani Vula. Mirëmbrëma, po fillojmë edicionin qendror të lajmeve. Numrat e të infektuarve me COVID-19 në komunën e Gjakovës gjatë ditëve të fundit kanë shënuar një rënje të lehtë. Hilmi Shala, drejtori i Spitalit Isa Grezda, thekson se edhe të hospitalizuar ka më pak këto ditë. Numrat e të infektuarve me COVID-19 në komunën e Gjakovës gjatë ditëve të fundit kanë shënuar një rënje të lehtë. Hilmi Shala, drejtori i Spitalit Isa Grezda, thekson se aktualisht ato po trajtohen të gjithë pacientët që kanë nevojë. Krahasu me javën e kaluar, kemi një rënje të lehtë të numrit. Bas raportit sodit që kemi marrë në mëngjes, kemi gjatë 7 pacientë të cilët janë të hospitalizuar. 58 nga këta janë pozitiv, pjesa tjetër presin rezultatet ose presin të testuar. Dërsa sa i përket stafit spitalit, sa janë aktualisht infektuar? Aktualisht i kemi 4 persona, 3 infermierë, një staf mbështetës. Fatmirësisht gjendja e tyre është e mirë, janë duke të izoluar në shtëpi, po trajtohen, gjithë janë mirë. Kapacitetet e spitalit për momentin përfshin 135 shtretër, me mundësi që të shtohen edhe disa të tjerë në rast se paraqitet nevoja, si dhe Shala gjithashtu potencoi se lajmi i mirë është edhe fakti që ka filluar vaksinimi në vendin tonë. Kapaciteti kemi shtretër, 135, deri tash s'ka pas nevojë të shtohen shtretër tjerë. Me këta shtretër po menaxhohet situata, shpresojmë që të bie numri raste pozitive edhe në komunën tonë. Drejtori i këtij spitali njëherë është bërë apel që edhe pse numri të infektuarve është momentalisht në rënje, të respektohen masat mbrojtëse ndaj COVID-19 në mënyrë që të ruhet shëndeti i të gjithë qytetarëve. Infektologu Ilir Tola i tha se vaksinat duhet të sigurohen sa më shpejt, po ashtu ai bën thirrje që të mobilizohen institucionet në vetëdijsimin e qytetarëve për rëndësinë e marrjes së vaksinës kundër virusit COVID-19. Tola i tha se vaksinimi është rruga e vetme për të shpëtuar nga pandemia. Do duhet që në Kosovë, brenda një kohe sa më shkurtër, jo më larg se deri në muajt e verës, të vaksinohen mbi 300.000 persona. Në këtë aspekt, me imunitetin e krijuar përmes vaksinimit, së bashku me imunitetin i cili është krijuar tek rastet që e kanë kaluar në mënyrë të natyrshme, popullata e Kosovës mund ta krijojë një imunitet kolektiv. Tutja i thotë se çështja e vaksinave është politizuar. Në momentet e tilla të krizës politizohen shumë gjërat, politizohen edhe ato që nuk duhet politizohen. Për shembull, ne kemi një kalendar të vaksinimit dhe i vaksinojmë të gjithë fëmijët me lloj-lloj vaksinash. Dhe kur vihet tash momenti për përdorimin e një vaksine të re, menjëherë zgjohen dilemat të cilat janë të paparamenduara një kohë më parë. Marrjen e vaksinave nga Kina dhe Rusia, infektologu Tolaj e quan shumë të arsyeshme dhe nuk mendon që është diçka politike, pasi siç thot ai, Kosova nuk ka mundësi zgjedhjeje. Nuk jam për politizim të shëndetësisë, të pandemisë, të COVID-19 dhe të procesit të vaksinimit. Në qoftë se në Kosovë keni produkte nga medicinale deri te ato më të thjeshtat të një shteti i cili tash është prodhuesi një vaksine ose shumë vaksinave, atëherë nuk e shoh ndonjë problem të madh as politik as ideologjik që një vaksinë e tillë të pranohet. Tola i theksoi se vaksinat duhet të sigurohen sa më shpejt. Duke marrë parasysh masat që ka ndërmarrë Qeveria e Republikës së Kosovës, kërkohet që të gjobiten të gjithë ata që nuk i respektojnë masat. E deri më tani inspektorët e Gjakovës kanë shqiptuar vetëm një gjobë.
Shumica e bizneseve të cilat ekzistojnë në Gjakovi kanë vendosur drynin lokaleve të tyre. Krejt kjo si rrjedhoi e masave parandaluese për përhapjen e virusit COVID-19. Ne kemi pyetur edhe drejtorin e inspektoriatit Fazli Hoxha nëse çdo gjë është duke funksionuar konform masave. Po i njëjti përmes një emaili ka thënë se inspektorët sanitar në Gjakov në vazhdimsi janë duke kryer inspektime sa i përket mbikëqyrjes së ligjit anti-COVID-19. Ata i kanë organizuar ekipet në koordinim me inspektorët sanitar nga rajoni Pezë dhe në bashkëpunim me policinë në Gjakov janë duke kryer inspektime gjatë ditës dhe mendrimet e pasditës, me qëllim të mbikëqyrjes së vendimit të qeverisë së Kosovës. Deri më tani, inspektorët sanitar kanë shqiptuar një xhop në një kafeteri në një fshat të Gjakovës. Vlen të theksohet se kësaj radhe si asnjëherë më parë, pronarët e shoqërive tregtare, veçanërisht atyre me veprimtari të gastronomisë, janë duke respektuar masat e reja anti-COVID-19. Ndër të tjera, Hoxha është shprehur falendërues ndaj të gjithë atyre që kanë mirëkuptim dhe janë duke dhënë kontributin e tyre në respektimin e masave. Pandemia ka lënë pa punë rreth 60.000 persona në vendin tonë, ndërsa vetëm për 2 javë humbjet parashije të jenë 70 milion euro. Kështu thonë njohës të fushës së ekonomisë. Ish kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërgjaliu, ka thënë se në Kosovë si shkak i pandemisë rreth 60.000 persona kanë humbur vendin e punës. Madje ai thotë se duhet një analizë e thellë sa i përket mbylljes sepse duhet ditur se si të mbështetet sektori privat. Vetë fakti që kemi më tepër se 60.000 punëtorë të papunë, vetë fakti që kemi një numër bukur të madh biznese të mbyllura dhe vetë fakti që do të ketë rrëmje të qarkullimit, qoftë në gastronomi, qoftë në hotele, po edhe në tregti, besoj që janë indikator këtë që i dhajnë hapësirë për shqetësim. Prandaj në këtë tim besoj që duhet një analizë, duhet një kalkulim dhe ku kemi mbyllje duhet kemi scenario të tjerë si të mbështetë sektori privat, se vetëm mbyllja nuk është zgjidhje. Por ajo që dua të ndaj me ju për hir të televizionit juaj dhe për hir të agjencisë juaj të respektuar është fakti që në Kosovë nuk kemi problem vetëm me të infektuar. Problemi më i madh është kush i monitoron të infektuarit, si përcillen të infektuarit dhe a janë ata cilët e bartin do të thotë infektimin të tjerë. Prandaj duhet një databazë mirëfill, duhet një monitorim dhe në këtë tim besoj shumë më mirë është të mirëmi dhe të kujdesim për të infektuarit. Përderisa kreu i sindikatës së sektorit privat Jusuf Azemi thotë se masat e reja të ndërmarra nga qeveria do të ndikojnë që të ketë humbje deri në 70 milion euro. Se marrim statistikat e vitit të kaluar, ne kemi humbje mbi 1 miliard euro vitin e kaluar, po flasim për vitin 2020. Nëse flasim për mbylljen që është bërë dhe lar zoti që nuk shkon më gjatë, ne mendojmë se gjatë kësaj periudhe dikon rreth 70 milion do të kemi humbje për mbyllje 2 javore të këtyre veprimtarive të cilat qeveria e Kosovës ka marrë vendim. Edhe për punëtor ka qenë e parapamë që të përfitojnë, po ky përfitim nuk ka shku në llogarinë e punëtorëve, andaj ne kemi thënë edhe pe përsërisim disa herë që këtë kjo fakturë cila po bëhet damen në domethënë gjitha fushat e punëtorët sektorit privat, fakturën përfundimtare po e paguajmë ne. Qeveria e Kosovës ka nda pakon emergjente, pakon për ekonomike, por megjithatë të punëtorët e sektorit privat shumë pak ka qenë ndikueshme. Sipas vendimit të qeverisë nga data 7 deri 18 prill, shërbimet e gastronomisë obligohen të pezullojnë aktivitetin e tyre. Këto biznese do të lejohen të punojnë vetëm me shërbimet merr me vete, dërgesë me porosi apo marrje së porosive pa u larguar nga makinat. Po ashtu, do të ndalohet veprimtaria qendrave të mbyllura tregtare përveç shërbimeve esenciale në kuadër të tyre siç janë dyqanet ushqimore dhe farmacitë. Ende nuk dihet nëse qeveria Kurti do t'i përmbahet marrëveshjes së Washingtonit, sipas së cilës i ndalohet Kosovës aplikimi në periudhën prej 1 viti për antarësimin në organizata ndërkombëtare. Moratoriumi 1 vjeçar përfundon në shtator të këtij viti, çka edhe i mundson Kosovës që prej këtij muaji të aplikojë për të bërë pjesë e mekanizmave ndërkombëtar. Ministria e Punëve të Jashtme nuk ka qenë e qasshme për të treguar nëse do të fillojnë përgatitet për aplikim në organizata ndërkombëtare. Njohës të së drejtës ndërkombëtare apelojnë institucionet e vendit që të fillojnë sa më parë procesin e lobimit në mënyrë që Kosova para vitit të ri të antarësohet në ndonjë nga mekanizmat ndërkombëtar pasi moratoriumi 1 vjeçar për këtë çështje i dal nga marrëveshja e Washingtonit përfundon në shtator.
Profesori universitar Afrim Hoti thotë se paramarrjes së vendimit përfundimtar duhet të ndërmerren një varg veprimesh dhe aktivitetesh, të cilat duhet i bindin shtetet që ta mbështesin Kosovën për të qenë pjesë e mekanizmave ndërkombëtar. Një qeveri e përgjithshme, respektivisht një shtet që vërtet e ka në agjendë antarësimin në organizata ndërkombëtare, do duhet të ndërmerrte këto veprime dhe unë konsideroj që absolutisht nuk kemi kohë, mbas edhe jemi të vonuar, sepse kjo nuk fillon me një datë të caktuar, pra proces lobimi, po është proces pothuajse permanent i mbajtjes së kontakteve dhe i krijimit e forcimit të bindjeve që shtetet duhet ta mbështesin Kosovën për të qenë pjesë e mekanizmave të ndryshëm ndërkombëtar. Arbër Fetahu nga grupi për studime juridike dhe politike thotë se Kosova nuk duhet i bëjë gabimet të kaluarës, por se duhet të aplikojë në organizata ku e di se ka mbështetje. Nuk e kemi luksin që të kemi fiasko në antarësime në organizata ndërkombëtare, duke marrë parasysh edhe kontekstin politik të jashtëm të Kosovës, sidomos edhe procesin e dialogut me Serbinë, në bazë të cilit çdo dështim i joni në antarësim në organizata ndërkombëtare pa planifikim të mirëfillt, besoj që do të përdoret edhe në procesin e dialogut dhe kësaj edhe minohet legitimiteti i shtetësisë tonë në arenën ndërkombëtare. Lidhur me respektimin e marrëveshjes së Washingtonit, flet edhe Emir Abrashi nga Demokracia Plus, i cili thotë se si e tillë kjo marrëveshje duhet të respektohet. Sipas tij, nëse Serbia nuk i përmbahet kësaj të fundit, njëjtë mund të bëjë edhe Kosova. Nuk do të ishte mirë që ne dalim ajo pala e cila shkel një zotim cilin e kemi marrë në Washington, megjithatë nëse është vërtet ajo që ndodhi në Beograd, ku thuaj se presidenti Vučić e ka shqyer marrëveshjen dhe nëse Serbia nuk i përmbahet kësaj marrëveshje, atëherë edhe Kosova nuk ka arsye që ta respektojë më tutje një marrëveshje të tillë. Më 4 shtator të vitit 2020, kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić kanë nënshkruar marrëveshje për normalizim ekonomik në shtëpinë e bardhë në prani të presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump. Marrëveshja përmban disa pika në të cilat të dyja palët obligohen të përmbahen asaj, ndërsa njëra nga ato thotë se Kosova duhet të pajtohet që të zbatojë një moratorium 1 vjeçar për të mos kërkuar antarësim të ri në organizata ndërkombëtare. Serbia do të pajtohet ta zbatojë një moratorium 1 vjeçar mbi fushatën e saj për shnjohje dhe do të përmbahet nga kërkesa zyrtare ose jo zyrtare ndaj ndonjë vendi ose organizate ndërkombëtare që të mos e njohë Kosovën si shtet i pavarur. Të gjitha marrëveshjet për të hequr dorë do të hyjnë fuqi menjëherë. Ish-këshilltari i ish-presidentës së Kosovës Atifete Jajaga, Adrian Prenkaj, thotë se sfida e parë që do të përballet presidentja Vjosa Osmani është dialogu me Serbinë. Prenkaj tha se nuk pret që dialogu me Serbinë të shndrohet në mollsherrje ndërmjet presidencës dhe qeverisë. Një prej sfidave të para dhe urgjente do të jetë dialogu me Serbinë. Presidentja në këtë qëllim ka një rol shumë të rëndësishëm për diskutuar me partitë politike, por edhe segmente tjera shoqërisë dhe të jetë në shërbim të krijimit dhe ndërtimit të një konsenzusit nevojshëm për këtë dialog dhe së bashku në koordinim me qeverinë të përkrahë qeverinë në ndërtimin dhe zhvillimin e qëllimeve dhe prioriteteve të Kosovës në këtë dialog. Si pas Prenkaj, presidentja Osmani duhet të sigurohet që veprimet e saj janë në panshmëri të integritetit presidencial. Duhet siguroj gjithë qytetarët dhe gjithë ata e presin që ushtimi këtyre të kompetencat jetë në përputhje me panshmërinë, integritetin dhe pavarësinë e presidentit dhe zyrës saj që udhëheq. Me 71 vota për, kuvendi me 4 prill zgjodhi Vjosa Osmani në postin e presidentës së Kosovës me mandat 5 vjeçar. Osmani fitoi në raundin e 3 të votimit, ku morën pjesë 82 deputet. Përkundër kandidat kishte ish kandidatin për deputet nga lista e Lëvizjes Vendvendosje, Nasuf Bejtën, i cili nuk mori asnjë vot. Vjosa Osmani është presidentja 5 të shtetit që nga shpallja pavarësisë së Kosovës me 2008. Rjeti grave të Kosovës pret nga deputetët e kuvendit që të jenë më të zëshme në ndëshkimin e dhunës ndaj grave. Në zgjedhjet e 14 shkurtit, të cilat u mbajtën në Kosovë, 44 gra arritën që të marrin votat e nevojshme për të bërë deputete të kuvendit të Kosovës.
Gjatë këtij mandati, 36.6% e kuvendit të Kosovës do të përbëhet nga gratë. Adelina Berisha nga Rjeti i Grave të Kosovës tha se është shqetësuese rritja e rasteve të dhunës ndaj grave në familje. Si shoqëri civile, si organizata të grave, ne presim shumë, prej secilit politikan dhe politikane, po e cekët edhe shobirëve veçanërisht i kemi sytë edhe tek gratë, të cilat në një farë forme edhe janë mbështet prej neve grave. Ne kemi bo gjithmonë thirrje të votojmë më shumë gratë, të mbështesim gratë dhe me këto kemi arritë që sot ta kemi një numër më të madh të grave, ndoshta në zgjedhjet e ardhshme do të kemi nevojë as për kuotën fare dhe qytetarët tanë do t'i votojnë. Kjo është një punë që e ka bërë shoqënia civile. Berisha tha se izolimi ka dëshmuar se është i rrezikshëm për gratë të cilat jetojnë me dhunuesin. Viti kalum, sidomos kjo periudha e pandemisë kur veç ishim në izolim, ka qenë edhe më shqetësues sepse ka treguar që për gratë dhe vajzat jeta në familje është e rrezikshme. Kemi pas diku rritje 30 deri në 40% raportime të rasteve të dhunës tek institucionet vendore, pra kryesisht në policinë e Kosovës. Sipas Berishës, institucionet e drejtësisë dhe të gjitha hallkat që merren me rastet kanë dështuar në trajtimin e rasteve. Del një rast edhe mandin neve po na bjen me kuptu se si funksionon një gjithë sistemi i mbrojtjes dhe i parandalimit të dhunës në familje. Dhe fatkeqësisht po e shohim që i gjithë sistemi po dështon në një farë forme pa marrë parasysh se cili institucion është. Këtu kemi një zinxhir hallkash të institucioneve të cilat kanë rol dhe mandat ligjor për me i ofruar ndihmë viktimave të dhunës në familje. Sa i përket aspektit psikologjik dhe ndërtimit që mund të ketë dhuna në familje, psikologu Petrit Thaçi tha se si pasojë e mentalitetit që mbizotron në familjet kosovare, bën që dhuna të mbetet vetëm brenda 4 mureve edhe të mos raportohet në organet kompetente. Unë kam parë edhe gjatë përvojës time psikoterapeutike që shumica familjeve kosovare qëndrojnë me atë parimin që jemi dikush nëse nga të tjerët duart trokitemi, jemi dikush nëse nga të tjerët nuk na vrejnë dobësitë ose edhe defektet tona në farë forme. Prandaj e shoh që familjet kosovare preferojnë që gjërat e brendshme, gjërat brenda 4 mureve të mbeten ashtu brenda 4 mureve, që të ruhet një lloj shenjtërie, një lloj privatësie, që të ruhet ai koncepti i zhvilluar ose përshtypja që ne kemi zhvilluar në mënyrë artificiale. Ai thekson se dhuna nuk ka gjini dhe nuk është e justifikueshme dhe se cila traumë cënon integritetin personal të personave. Çdo mini traumë, çdo situatë stresuese, çdo situatë që cënon në një formë tjetër integritetin ton personal, social, ekonomik, fizik, seksual, me patjetër që është një gjurmë që ka me mbet në kujtesën edhe në personalitetin e njerëzit dhe ka me ndiku padyshim në rënien e vetbesimit, vetvlerësimit të një koncepti si jam dikush, se mund të vlej diçka, ka izolim shpeshherë nga shoqëria, mund të përfundoj deri në atë shkallë sa të ketë edhe ide të vetvrasjes ose të vetdëmtimit. Ai propozon që secila çështje që lidhet me dhunën duhet trajtuar me një vizion më të qartë dhe të gjitha institucionet duhet të jenë më të bashkuara dhe bashkëpunuese për të vetëdijsuar shoqërinë në parandalimin e dhunës. Po mendoj që vërtet kjo çështje është mirë të trajtohet në nivel pak më të gjerë, pra institucional, njëherë themi një plani pak më vizionar, më afatgjatë që fut në bashkëpunim gjitha institucionet. Në zgjedhjet e 14 shkurtit, të cilat u mbajtën në Kosovë, 44 gra arritën që të marrin votat e nevojshme për të bërë deputete të Kuvendit të Kosovës. Se çfarë ndikimi kanë pasur rreshjet e fundit në sektorin e bujqësisë, ne kemi marrë një mendim nga specialistja e kësaj fushë, Jetmira Gloggjani Vula. Rreshjet e papritura ditëve të kaluara nuk kanë qenë aq të dëmshme për bujqësinë, mirë po temperaturat e ulta kanë ndikuar në këtë sektor. Kështu të paktën thot agronomja Jetmira Gloggjani Vula për televizionin ton. Realisht temperaturat e ulta dhe ngricat janë shumë më dëmshme se rreshtet e fundit, këtë rast rreshtet e borës. Sidomos kur janë në fazat e para të zhvillimit të bimës. Sa i përket kulturave lavërtore, nuk mund të themi që bora ka pas ndonjë ndikim të madh negativ, vetëm se tani fermer duhet të përdorin plerat azotike në mënyrë që ta riushqejnë bimën nëse bora nuk është të shoqëruar me temperatura të ulta dhe ngrica atëherë shërben si mburoj për bimën. Sipas Vulës, vërshimet në muajt e kaluar janë ato që kanë shkaktuar dëme më të mëdha materiale tek fermerët.
Bora do të thotë nuk është që ka kriju dëme shumë të mëdha materiale, atë sa kanë krijuar vërshime të cilat ishin para një muaji e ca. E sidomos në hapësira të rrafshta, ku uji ka qëndruar, ka stagnuar dhe nuk ka pas ndonjë formë të kullimit, atëherë bima është as i fiksu. Do të thotë dhe nuk ka pas një mënyrë për të marrë frym lirshëm. Me përmirësimin e temperaturave, kjo është periudha ideale për mbjelljen e misrit. Tani me përmisin rekomandohet që të fillohet mbjellja e tij, e sidomos me ngritjen e temperaturave që ideale do të ishin 8 deri në 12 gradë Celsius, që sipas parashikimeve meteorologjike këto ngritje temperaturave do të ndodhin rreth datave 20 deri me 30 prill. Situatë më ndjeshme paraqitet te kulturat pemtare, ku rreshtet e borës kanë pasur ndikim në zhvillimin e bimës. Fatkeqësisht bora ka arrit me dëmtu të gjitha ato kultura pemtare të cilat kanë qenë në fazën e lules. Do të thotë të gjitha ato pemë të cilat i kanë pasur lule të hapura, ato janë të dëmtuara. Sipas informatave të cilat i kemi nga terreni, dhe pemtarët kanë theksuar që më shumë është dëmtuar dardha verore dhe kumbulla verore. Ndërsa pemë të tjera, kultura të tjera pemtare nuk është që kanë hasur në ndonjë dëm të mundshëm serioz. Rreshtet e fundit të borës nuk konsiderohet të kenë shkaktuar dëme të mëdha ekonomike, krahasuar me vërshimet që sipas Komisionit Monitorues Verifikues të Dëmeve kanë shkaktuar rreth 80.000 euro humbje tek fermerët. Mbrëm Liburni kam poshtur Drenicën me rezultat 4-0. Kjo përballje u përshkua me lojë shumë të fortë dhe rivalitet të skajshëm. Të ndjekim raportin. Në palestrën e sporteve Shaninushi në Gjakovë zhvillua Super Derby javës së 13 ndërmjet klubit të futsallit Liburn dhe Drenica Tradita nga Skenderaj. Kjo përballje u përshkua me lojë shumë të fortë dhe rivalitet të skajshëm. Pas më shumë se 15 minuta lojë u shënua goli i parë për Liburnin nga futbollisti Drilon Maxharaj. Edhe pse që nga fillimi i takimit pati raste të shumta shënimi, pjesa e parë e lojës u mbyll në favor të skuadrës gjakovare. Edhe në pjesën e dytë djelmoshat e skuadrës Kuqëzi luftuan në çdo cep të fushës dhe dominuan ndeshjen nga fillimi deri në mbarim. Golin e dytë për gjakovarët e shënoi Granit Humaj. Bravo, aksioni mrekullueshëm. 2-0 për Liburnin, realizator Broshi. Edhe pse mysafirët u munduan të shënojnë, prap nuk ja dolën. Lojtarët e Liburnit ishin fantastik nga pritjet bravëroze të portierit Bajram Ramadani, të pasuar edhe me një mbrojtje të shkëlqyer nga Alaj dhe Kryeziu, dhe kundër sulmet e shpejta të Selmanaj, Dobroshit, Qerimit dhe Maxharajt. Minut pas minute, përpjekjet për të shënuar në portën e Drenicës nuk munguan. Kështu me shumë lehtësi u shënua dhe goli i tretë nga Arber Dobroshi. Me vërtet një kombinim perfekt, një pasim i dyfisht. Angazhimi nuk mungoi deri në fund. 5 minuta pa përfunduar ndeshja e përsin për skuadrën gjakovare shënoi Malush Qerimi. Ndeshja përfundoi me rezultat 4-0 në favor të kuqëzinjeve. Kjo fitore, si çdo fitore, deri në fund kampionatit vlen, pasi që hajt përpara te play-off dhe duhet ta bëjmë pozitën e parë. Loja u kon mjaft të fortë, po duke ditë se kena edhe të markuar në finalen e kupës, atëherë kena bërë sa mos më mundu qatë shumë me kriju një lojë të mirë, por që me vlet fitoria. Dihet se futbollistët e Liburnit janë pjesë e përfaqësuese së Shqipërisë dhe Kosovës, edhe pse tani së fundi kanë zhvilluar ndeshjet kualifikuese, prap lodhja e tyre nuk u vret në fushë. Dje veç den lojtarët nga përfaqësuesja e Kosovës dhe Shqipërisë, ka u kon lodhja. Por apet besoj që e kena kualitetin më të mirë se Drenica edhe nuk kanë ndikuar aq shumë. Liburni tani ka 30 pikë të tubuara me 10 fitore, 0 barazime dhe vetëm një humbje, me golaverazh 79-40 me plus 39 gola dallim, me një ndeshje më pak të zhvilluar. Përndryshe në finalen e madhe të kupës, Liburni do të përballet me klubin e futsallit Tiçeni nga Drenasi, ndeshje kjo e cila do të zhvillohet me 14 prill. Në vazhdim të ndjekim grafikën e parashikimit të motit për ditët në vijim.
Para se të ndahemi të ndjekim edhe njëherë disa nga informacionet më kryesore të këtij edicioni. Numrat e të infektuarve me COVID-19 në komunën e Gjakovos gjatë ditëve të fundit kanë shënuar një rënje të lehtë. Hilmi Shala, drejtori i Spitalit Isa Grezda, thekson se edhe të hospitalizuar ka më pak këto ditë. Duke marrë parasysh masat që ka ndërmarrë Qeveria e Republikës së Kosovës, kërkohet që të gjobiten të gjithë ata që nuk i respektojnë masat. E deri më tani inspektorët e Gjakovos kanë shqiptuar vetëm një gjobë. Se çfarë ndikimi kanë pasur rreshtet e fundit në sektorin e bujqësisë, ne kemi marrë një mendim nga specialistja e kësaj fushë, Jetmira Glogjani Vula. Këtu merr fund ky edicion i lajmeve, për më shumë vizitoni portalin syrevizvizion.tv. Mirupafshim.